Kam humbur shumë trena në jetën time, por përsëri do të arij në destinacion. Sa herë kemi menduar për gjithçka kemi humbur, ne mendojmë për të kaluarën, njerëzit që lëm ose punojmë dhe faktin që mund të kishim bërë më shumë. Kam humbur trenin tim, e kaluara dhe përvojat tona thelbësore për të tashmen dhe për njerëzit që jemi. Shpesh ne mendojmë se kemi humbur trenin, shansin për një jetë, pa menduar se askush nuk na ndalon të japim vetes një mundësi të dytë, të tretë ose të katërt. Merrni një vendim. Zgjedhja nuk është kur një gjë e thjeshtë. Nga njëherë na ndodh që të reflektoj me orë të tëra edhe për vogëlsira. Çdo ditë ne e gjejmë veten duke marrë shumë vendime të vogla që do të ndryshojnë ditën ose jetën tonë, që nuk i kishim imagjinuar kur. Fati apo përgjegjësia, pavarësisht nga bindjet personale, edhe nëse një gjë nuk shkoi siç shpresuam, ne nuk duhet të harrojmë kohën tonë duke fajsuar veten, përkundrazi, ne duhet përveshim mëngët dhe të shkojmë drejt qëllimit, një rreth i lig. Besimi se kemi humbur një tren dhe për këtë arsye një mundësi për lumturinë na bën të hyjmë në një rreth të mbrapsht emocionesh negative dhe fajsimi për ata që kanë qenë dhe çfarë mund të ketë qenë. Gjërat ndryshojnë edhe nëse vazhdojnë të shikojmë atë tren që lëviz larg me shpejtësi. Kjo është arsyeja pse ne duhet të ndërgjegjësohemi për skenarin e ri që qëndron përpara pas një ndryshimi dhe ta përballojmë atë. Gënjeshtra e momentit. Ne kemi idealizuar kaq shumë sa shpesh ky pretendim na vë nën presion. Shfrytëzimi i momentit nga ndonjëherë nuk është i mjaftueshëm sepse pa vullnetin dhe fuqinë tonë nuk ka kuptim as goditja më e madhe e fatit. Nëse nuk e keni dëgjuar atë dhe nëse nuk e keni kapur momentin, nëse humbët atë tren që dukej më i rëndësishmi, nuk është një dram. Fal vullnetit ton, ne mund të krijojmë mundësi të reja dhe të pafundme. Nuk do të jetë kurrë koha e dur. Ne kemi të drejtë dhe detyrë të mos qëndrojmë. Gabimi më i madh në të vërtetë është të qëndroni në pritje në një treni tjetër në kohën e dur, por kur nuk do të jetë koha e përsosur për të arritur qëllime ose ëndra përveç të tashmes. Çfarë është mundësia më fantastike? Ka shumë trena që kalojnë në stacion. Kush mund të na tregojë se cili do të jetë ai duhuri? Jeta na ofron mundësi të shumta për të qenë të lumtur, por varet nga ne që t'i marrim dhe t'i bëjmë ato tonat ditë pas dite.